toni kena gjithsej 18 lopë qumshtore edhe 13 vjeta. E këtë më së miri e dëshmon Shkodran Morina nga Suhareka, një fermer që ka lidhur jetën e tij me natyrën. Në fermën e tij, çdo ditë fillon me një angazhim të fortë ndaj kafshëve, që janë pjesë e rëndësishme e jetës së tij. Fermën toni kena gjithsej 18 lopë qumshtore edhe 13 vjeta për majmëri. Çfarë racash janë këto? Racash kryesisht janë simentalk i përzim pak a shumë, po simentalk kem pak Holstein bardhëzi, çështu më shport. Do të thonë ka dhe të importuara nga jashtë, do të thonë... Do thotë në vitin 2021 mos gaboj i kom importu 4, po nuk janë adaptu me klimën tonë, edhe vetëm 2 kom tash. Nuk janë adaptu. Nuk janë adaptu. Çka kanë diku që ato Po s'kanë këto- më adaptu, nësa çka ke vrejt? Dojmë kushte pak ma të mira, ma të buta pak. Dojmë më lëshu pak natyrë, unë nuk mujna me lëshu do thotë. Që to kanë diktu. E përmerne kullosjet në natyrë, për çka dhe neve na la shumë përshtypje edhe kur biseduam, sepse tashmë është veç koha kur ato mund të ndalin për kullosje, ndërsa lopët e juaja qëndrojnë këtu në fermë. Pse? Cila është arsyeja? Po lopët e mi edhe pse qëndrojnë fermë, do thotë hajnë barit verdh non-stop. Arsyeja pse s'më lëshu është jo pa tokë është e punu në krejt rreth fermës, do thotë, nuk ka vend ku kullosin. Po bari i verdh nuk i mungon, do thotë i qes në so barit verdh. Silazh, son, këto gjitha. Ky është rezultati i shumë viteve punë dhe dashuri për to. Shkodrani tregon se kjo është një rutinë që për të ka një kuptim të thellë. Shëndetin, po me të pari shumë veç që nuk janë, që ka diçka problem, e thirëm mjekun, vjen ai. Do thotë është një mjek që bashkëpunoj me to, vjen ai kontrollon, doza çka ka nevojë. Do me thonë, janë non-stop në vëzhgimin e veterinarëve, po, veterinari të posaçëm të cilët vinë dhe kujdesen. Gjithherë, po. Po, sa i përket mbashtimit, ne pam që ka edhe të veçlit, lopët i kanë edhe të veçlit, kur ndodh mbashtimi, kur ndodh pastaj lindja, procesi lindjes, tregona pak më shumë. Mbashtimi do thotë ne mbashtojmë me injektim. Jo me muzat që i kemë bashtu më herët. Do thotë dihet, lopa e manë viqin 9 mujnë bark, pas 9 mujnë lind, preferohet mas 2 muj ose 3 mu mbarsu përsëri, për punë që me pushu lopa pak.